Qeveria ka vendosur pezullimin e punimeve të ndërtimit dhe të aktiviteteve të lidhura me to në zonat turistike gjatë sezonit veror, me qëllim garantimin e zhvillimit normal të sezonit turistik dhe mbrojtjen e cilësisë së shërbimit për pushuesit. Vendimi është miratuar nga Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe do të jetë në fuqi deri më 15 shtator 2026. Sipas vendimit, gjatë kësaj periudhe do të pezullohen të gjitha punimet në karriera, pikat e nxjerrjes, përpunimit dhe shfrytëzimit të inerteve, si dhe çdo aktiviteti lidhur me to. Po ashtu, ndalohen punimet e ndërtimit që nisin nga faza e gërmimeve dhe hedhjes së themeleve deri në përfundimin e ngritjes së karabinas së objekteve. Në pezullim përfshihen edhe të gjitha punimet që shkaktojnë zhurmë, pluhur apo ndikime të tjera negative në mjedis, të cilat mund të cënojnë aktivitetin turistik. Vendimi parashikon dhe përjashtime për disa kategori punimesh. Lejohen rifiniturat e brendshme dhe punimet e vogla që kryhen pas përfundimit të karabinas, me kusht që të jenë të pajisura me leje të përkatëse dhe të mos shkaktojnë dotje akustike, pluhur apo ndikime të tjera në mjedis. Këto punime mund të zhvillohen vetëm gjatë intervalit orar nga ora 8 deri në orën 17. Gjithashtu lejohet ngritja dhe sistemimi i kantierëve në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për subjektet që preken nga ky vendim, periudha e pezullimit do të llogaritet si afatshtesë mbi lejet të ndërtimit, zhvillimit apo ushtrimit të aktivitetit. Ndërkohë, për lejet të miratuara përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi, bashkitë, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, si dhe autoritetet e tjera kompetente, do të mund të shtyjnë afatin e përfundimit të punimeve pas kërkesës së subjekteve zhvilluese dhe duke marrë në konsiderat kohëzgjatjen e pezullimit. Masat do të zbatohen në të gjitha zonat turistike të përcaktuara nga legjislacioni, duke përfshirë brezin bregdetar, qendrat historike, zonat e mbrojtura me funksion turistik dhe qendrat urbane turistike. Po ashtu, pezullimi mund të shtrihet edhe në territore të tjera, ku gjatë sezonit veror regjistrohet fluks i lartë turistësh ose zhvillohen aktivitete turistike, sipas një urdhri të përbashkët të Ministrit përgjegjës për turizmin dhe Ministrit të Shtetit për pushtetin vendor. Vendimi parashikon gjithashtu se pezullimi do të zbatohet edhe për aktivitetet që zhvillohen jashtë këtyre zonave, nëse për shkak të natyrës, vendodhjes apo mënyrës së ushtrimit të tyre krijojnë zhurmë, pluhur, ndotje ose efekte të tjera që ndikojnë në zhvillimin normal të aktivitetit turistik.